sufle i jastik që dhe si bebi më putë. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Përshëndetje goca, përshëndetje YouTube, mirë se vini në kanalin tim. Po bëj skincare, edhe pse janë gati drejt fundit, toni më shmbaru, kështu që me kismet ndoshta nesër duhet shkoj të marr tjera, shkon edhe kjo është mbaru, edhe kjo po mbaron, edhe SPF-ja, kështu që më duhet shkoj të marr bëj njëri stok. Zakonisht nuk e di sa ju zgjasin një skincare, për më paka shumë 2 muaj, 1 muaj e gjysmë 2 varet. Sepse ju them drejtën gjëra që kam bërë më rregullisht tani në postpartum, po edhe më përpara ka qenë skincare. Nuk kam lënë asnjë ditë pa bërë, edhe pse kam qenë e lodhur, e zënë, ku diun, në mëngjes dark e kam bërë me patjetër. Shkoni këtu s'ka më, me marr pikën e fundit, nejse. Dhe uroj t'jeni mirë se erdhët në një tjetër vlog. Nëse jeni të rinj, faleminderit që keni klikuar në këtë video. Mos harroni të bëni një subscribe, sepse nuk e them shpesh, por pse jo, nëse ju pëlqejnë videot, pse jo, nuk keni detyruar, por nëse keni dëshirë mund të bëni. Pra pak punë të shtëpisë, mblodha shtëpinë edhe pse shumicën i kishte bërë djegeri ku kam qenë në zyrë. Kur isha në zyrë, ai ka qenë në shtëpi me Ohemen dhe i kishte bërë shumicën. Dhe më duhet merrja vetëm me gjëra të vogla, bëra drekën, sot kam bërë supë me gjell. Gjell, jo nuk është supë. Me spinaq, me karrota, me pul, me çfarë bëra tjetër? Kaq më duket. Me pul, do i hedh edhe një vezë kështu që ta mpikse. Edhe këta do ham për drek, mëngjesin e hangrëm, edhe do dalim të bëjmë një shëtitje, se shkoha diell, shqyr zotit, edhe shumë ftoft, minus ka bërë, është minus gradë jashtë, po unë nuk e kam problem nëse është shumë ftoft, më thëmë pëlqen ftofti, thjesht që jesë diell, më thëmë qiell i hapur dhe jo i vrenjt, kështu që bëhem gati, po bëj skincare edhe po dal. Gjithashtu sot kam rezervuar në orën 4 një masazh. Me lindjen, do të thënë me postpartum, kam pasur shumë dhimbje shpine, jo dhimbje shpine këtu, ndonjëherë ndjej edhe aty ku më kam bërë gjilpërën, por ju që nuk e dini kam bërë lindje cesariane, spinale më duket quhet ajo. Më dhem ndonjëherë aty, por më shumë përflas për pjesën këtu, shpatullat, gjithë qafa, për shkak të gjithënjes dhe posturës keqe ndoshta, nuk e di, por me të vërtet kam nevojë. Dhe çdo ditë kam thënë ha do e bëj me kohë, nuk më ka rasti, e thash këtë fundjavë, Geri sot nuk ishte training, match. Thash, okay, e vendosa në orën 4, se atëherë paka shumë Ohema flen gjumë, se po e mbajmë këtë. Ohema paka shumë flen në atë moment, edhe po edhe nëse s'flenesh me babin e vet, edhe 1 orë e kam, edhe nuk është shumë larg. Kështu që po kjo është plani. E di që po ju afrohemi vlogmas, te forca dhe besoj ky vlog do dalë në fund të nëntorit. Ju uroj suksesi çdo gocë që të bëj vlogmas, dhe inshallah ju jetë sa më mbar, dhe ja dini sa më mirë. Unë të drejtën nuk do bëj vlogmas, sepse kam dhe një lajm shumë të mirë. E kam marrë të gjithë muajin dhjetor off. Domethënë nuk do punoj për këtë arsye, sepse dua ta shijoj
këto dhjetorin e parë me Ohemën në maksimum. Po kur them ta shijoj, du ta shijoj pa prezencën e rrjeteve sociale. Tani normal që do kemi vlog këtu të paktën një herë në javë, ndoshta edhe 2, por që ditë për ditë jo, sepse është shumë punë e madhe. Okej, mund të filmoj, por editimi merr shumë kohë dhe dua ta shijoj kohën. Koha është flori, kam kuptuar. Kështu që do jam këtu, pa merak do kemi vlogs shumë cute, shumë të bukur, por që vlogmas nuk do kemi. Ndoshta në Instagram, sikur kam bërë vjet për juve që më ndiqni, kur kam postuar çdo ditë vlogmas mund ta quajmë në Instagram. Edhe kanë pasur goxha sukses, kështu që po mendoj ta bëj edhe këtë vit, sepse Instagrami nuk merr shumë kohë për editimin dhe nuk është se më prish shumë punë, le të themi në organizimin e ditës. Kështu që më ndiqni edhe në Instagram. Edhe kështu, këto janë planet, të ndajtë ta marrë më seriozisht YouTube-in, sepse këto kohë nuk është se e kam marrë shumë seriozisht me punën dhe gjitha me radhë, por kam konstatuar dhe diçka, praktikisht mund ta tregoj fytyrën e Ohemës në rrjet, paktën në YouTube, jo më bezdis, po më bën të filmoj më pak, sepse në çdo vend, në çdo moment jam me Ohemën, edhe nuk është se si t'i them, nuk kam të njëherë si t'i them asaj, rrej aty, s'unë po filmoj, nuk e bëj dot. Kështu që kjo ka qenë pak si një ndër arsye pse nuk është se filmoj shumë ose nuk kam filmuar shumë kohë të fundit në YouTube, kam munguar sinqerisht. Dhe me që ku flasim për fytyrën e Ohemës, marr gjithmonë komente dora, pse nuk e tregon Ohemën? Dhe për shpirt do e tregoj atë gjitha juve, se e di që nuk ma don askush të keqen, pak në shumica këtu, ju që më shkruani, më ndiqni rregullisht. Me gjithë zemër do e kisha treguar Ohemën dhe nuk është se po e mbaj sekret nga njerëzit, thjesht nuk dua ta postoj Ohemën në rrjetet sociale, identitetin e saj për arsye sigurie. Pra fëmia im nuk din se çfarë janë rrjetet sociale dhe me këtë nuk dua të gjykoj asnjë prind që e bën. Thjesht ajo nuk e din se çfarë është rrjeti social dhe nuk dua që identiteti i asaj të njihet, qoftë për një njerëz të panjohur, sepse ç'o sfonxojmë sot, që dua ta mbroj fëmin tim nga çdo e keqe. Dhe jo, nuk është për mësyshin, nuk ka lidhje të bëjë me mësyshin, se kësa vajza këtu më tregoj që unë ja kam treguar Ohemën me mesazh në Instagram, ja kam treguar foton, dhe nuk është se jam me këtë, dhe nuk është kjo. Pra, sinqerisht, është thjesht një arsye sigurie, sepse nuk e dihet ka lëllë njerëzish në këtë botë, dhe me kaq mundësi që ne kemi si prindër, kështu kemi vendosur dhe ju lutem respektojni këtë vendim që kemi marrë ne si prindër, dhe çdo prind ka mendimet e veta, opinionet e veta, pra prindërimi është shumë personal dhe nuk mendoj se duhet të gjykojmë asnjë prind për zgjedhjet që bën për fëmijët e vet. Kështu. Tani, të shkoj të vishëm, Giri ka bërë gati Ohemën, të vesh një xhupit shumë trash sepse i thash që është shumë ftoft, edhe le të dalim. Pazar fruta perime si gjithmonë për menun e javës që do gatuaj për nesër, dhe thash vendosëm Ohemën në gjumë, hangrëm të gjithë drekën, edhe pak po shkon ora, kështu që do shkoj me taksi. Je vais prendre un taxi. Ce que j'allais dire. Ouais. Do shkoj me taksi sepse s'dua të jem me vonesë dhe thjesht duhet të jem rehat, po shkoj me bë masazh, nuk po shkoj për hall. Por që para se shkoj, thash t'i bëj Ohemës një smoothie, ose nuk e besoj Geri, të them drejtën, por ma bën më shumë pis. Do thënë, kam kaluar gjithë të kohë këtu për pas kuzhinë, edhe pse tani është bërë pak rëmuj se hangrëm, por që do i fusë end në makinë, por që më mirë bëj vetë, se e di që nuk e bëj vendin pis, ose e pastroj mirë, se sa si shkretje e bën, kuptoni? Por që më mirë preferoj ta bëj vetë, kështu që nga që kam pikë të kohë të fundit smoothie, Ohema donte ta provonte, kështu që ja kam dhënë.
Në vend qumshtit nxjerri kos edhe bëj me kos me banane lule shtrydhe, varet që kam në frigorifer. Kështu që dhe bëj me kos banane lule shtrydhe edhe pak ujë. Edhe t'ja lejo hemës gati dhe e pinë kështu në pip si vajzë e madhe. Pazaris po i bëj një holl se janë pak a shumë t'njëjta gjëra. E mora këtu këta portokallet që janë kaq mëdhaja, sepse thash t'i bëj janë një 5 sopa se t'bëj lëng portokalli në shtëpi. Edhe kështu, sepse është një antioksidant shumë i mirë portokalli. Marrëm edhe mish, por që e futa në frigorifer që mos prishet. Po, marrëm edhe këto boronica që unë si kisha pa në fakt, e ishin pak si të prishme. Përshëndetje! Pas një dite në kuzhinë, duhet të tregoj se më ka një pako nga Amazon, do të thënë kam përësit diçka. Tu e pas kanë shkosh, e urrej kur vinë gjërat. Kur vinë gjërat e hapura, por shikoni pak çfarë kam marrë. Shikoni pak! I'm so emotional, babe, look! It's very nice, though. Wow! Kjo është një advent kalendar për Ohemën! Your first advent kalendar! Kam marrë këtë advent kalendarin për Ohemën, jam shumë entuziazmuar, por shikoni pak. Doja heq këtë leckën që ta shikoni. Është advent kalendari i parë dhe jam shumë emocionuar sepse ky advent kalendari çdo ditë realizojmë një histori, është me Disney dhe çdo ditë ka një histori këtu. Tani nuk do t'i bëj spoil, po mund t'a hap, por që s'po e hap, po e le kështu, por që janë të mbyllura pak a shumë prallat, çdo ditë ka një prall. Dhe mezi po pres që javën tjetër do vendosim pemën, dhe t'ja lë aty tek pema dhe çdo ditë do lexojmë një prall. Jam shumë e lumtur për këtë. Shikoni sa e bukur është. Shikoni pak sa cute, nuk duket mirë se I bën drita. Mama, this is for you. This is all for you, my love. Jam shumë e lumtur. Nejse, më iku mërzia që më kishin hapë këtë. Kam përësitur edhe letrat lagra, baby, dhe water wipes sont pas arrivés, non? No, ja pa. Në fakt kam përësitur edhe letrat lagra për Ohemën, por nuk që janë të pakoja, me siguri janë poshtë dhe do shkojmë shohim tek halli I pallatit, se thotë që më kanë ardhur aty tek website-i, por që unë nuk I kam. Kam kaluar gjithë ditën në kuzhinë, kam bërë gjithë ushqimet për javën, edhe nuk kemi dalë sot. Në fakt mundohem çdo ditë të nxjerr Ohemën pak jashtë, por sot është një kohë katastrofë, fryn shumë erë. Ka shi dhe është shumë ftoft, kështu që nuk di çfarë do bëjmë. Gjitha qenat komerciale janë mbyllur se është ditë e diel. Kështu që do shohim ndonjë film, ndonjë gjë, sepse në kuzhinën ka mbaruar, e ka mbyllur. Dje u kënaqa shumë tek masazhi, ishte shumë mirë, nuk filmova shumë, normal sepse po e shijoja, pastaj kur u ktheva ishte goxha vonë dhe darkë dhe bëm rutinën e darkës dhe mbaroi. Por me vërtet më ka bërë shumë mirë dhe isha shumë e lodhur, dje do të thënë isha shumë debole, kështu e kputur isha, por që ja super sugjeroj ta bëni, sidomos nëse jeni mama në postpartum dhe jeni edhe mama gjithënse, sepse mama që japin gjibebit e dini se sa jemi të bllokuar këtu nga pjesa e shpinës, kështu që më bëri shumë mirë. Kam lënë kaq vonë sepse s'kam pasur një moment sot nesër s'dija dhe ku të shkoja dhe këtu ku isha ishte një vend I ri, por që më pëlqeu, t'ju them drejtën. Tregoj pak se çfarë kam gatuar për javën. Kjo është për nesër, për mua. Kam bërë të njëjtën gjë këtu me mish dhe patate dhe brokoli që Geri do e marr
E njëjta gjë që Geri do e marr për nesër në punë, pra kjo është për nesër, unë kam pjatën, janë shumë, normal nuk do e ha të gjitha, por që për momentin po laj këto tasat në makinë edhe nuk kam vend, kështu që vendos ashtu. Këtu kemi makarona me scampi, kërputh dhe krem pana sojash, më thënë vegetale. Gjitha këto I fus në këto, por që ju thash që po lahen. Këtu kam bërë fried rice, kjo nuk mungon kur në menun ton, është pul me 3 lloje specash, me ngjyra, karrota, qep dhe pul, e thash. Edhe këto të fus tek vendi vet. Dhe këtu që hangrëm sot për drek ishte noodles me pishpule dhe ngelëm pak dhe kështu që do I fus në frigorifer. Këto janë gjithë ushqimet e javës dhe ham gjithashtu dhe sallat. Mundohem të bëj gjithmonë diçka me mish, mish të kuq, mish pule dhe diçka që vjen nga deti, qoftë salmon, këtu kam scampi, varet, me thënë. Këtu kam vendosur jastikun shtazanis në mënyrë që të jetë I ngjitur dysheku me tonin, sepse ka një boshllëk këtu që zgjihet nga krevati. Supermarket haul, sepse ishim në supermarket, ambesoni apo jo, do me thënë këtu të ne ku jetojmë rrallë ndodhë që të humbin pakot, na kanë vjedhur letrat e lagta për bebe. Do me thënë imagjinoni ku ka arrit. Sepse postieri nuk I kishte futur të ato bokse që janë me kod, por I kishte rënë si për bokseve. Sepse ka raste që I bëjnë kështu dhe nuk I vjedhin, kështu që në urgjencë, se në fakt unë I marrë më lirë në Amazon, marrë një pak të madh, do të thënë 4-5 sopa, edhe I përdori një muaj, do të thënë më lirë edhe më ekonomik, edhe I përdori gjatë gjithë muajit. Kështu që ngelëm keq sepse normalisht para 3-4 ditë që ishin kanë ardhur dhe nuk I gjejmë, kështu që përësitë e tjera, por ndërkohë na u desh të blinim dhe mora këto, sepse thoshte 99% ujë dhe ishin goxha shumë. Marrë vetëm një pako, se po presa të tjera që marrë gjithmonë të water wipes. Nuk e di nëse I njini, por I mora. Shpesit nëse bëjnë asnjë problem lëpërushës. Se kam pak problem fakt të letrat e lagta. Nuk e dim që ka aty. Marrë një baget, sepse e pash aty dhe ka bërë me sy, kështu që do e hasë për darkë. Në vend të crackers që ha gjithmonë. Mora këtë pambukun, sepse pastroj hemën me ujin që e kam të mustelës. Në mëngjes, marrë budallishe më sakt, këto bombona Geri, që mora unë që I hapa rrugës, sepse kisha ri, mos shkonin dyqan ku jeni të rikura. Dhe këto I han Geri. Këto morëm dhe po përgatis darkën e ohemës, ja kam larë tavolinën që han bukë, sepse të ndrek I bëra pancakes, dhe I dha pak gjelp kikiriku dhe ricota, njëri të tjetrit ricota, njëri gjelp kikiriku dhe bëri vendin pis. Nuk e di si përbëni ju mama që I jepni bebit me hangër me copa, unë e kam një qarqaft vjetër që e vendosim tokë, vendosi karikën dhe vendosi ohemën, që të paktën mos bëhet, sepse ky parketi që është këtu, ky druri, bëhet shumë, nëse ka një ndyrë që bje, ngelet shumë keq edhe shumë nuk hiqet ndonjëherë. Kështu që vendos atë qarqafin dhe e shkund.
Por sot ja heqa komplet, zakonisht ja laj kështu karriken me sfungjer, po ja heqa kretë sot tash ta laj mirë. Dhe pse tani ndark do ja, por besoj që do ja bëj pyre, apo jo, nuk e di. Do ja jap me luk, sepse po I bëj salmon në furr dhe brokoli dhe patate tëmbël. Që po, inshallah I pëlqen, sepse ohema keni parasysh bebat, njëri pëlqen njëri jo, por unë vazhdoj ja propozoj shumë shpesh një ushqim që nuk është se ka shumë qef, sepse okay, normal dhe bebet fillojnë e krijojnë preferencat e veta, por që unë pak në bëj atë timen, pastaj në fund fundit e zgjedh vet ajo kur të rritet. Për këtë kisha fjalën që e kam larg dhe këtu kam vendosur të zi brokoli dhe patate tëmbël që mendoj të ja bëj pure. Këtu kemi salmonin që duhet ta shikoj nëse është bërë apo jo. Gjithashtu më keni pyetur më shumë në Instagram për karriken e ohemës, është kjo e stokes, është dru dhe mund të përdoret deri kur fëmia të rritet. Ju them vetëm është super, jam shumë e lumtur që e kam. Kushton, po, por që është shumë e mirë. Në fakt më vendoset këtu edhe një jastik që t'jesi bebi më butë, por që unë nuk është se kam bler. Edhe, po, kështu është, sepse këto shkallët mund të zbriten, mund të ngrihen pas moshës, edhe kjo hiqet dhe bëhet tamam si karrike që pastaj mund vendoset këtu tek tavolina. Kështu që jam me vërtet shumë e kënaqur me këtë.